Xheti! Amushin nga larga ku jam. Vera Garbocka, si është të punosh nga afër me të? Më është dhënë fjala për një vend pune, po ndodhi që unë gabova diku dhe në këtë marrëdhënie unë kam qenë egoisti. Ka kuptuar besoj që është bërë për të kënga? Jo, unë u mërzita që kur këndova live, se e vjeva. Ullizimi për shembull që Ti ke pasur trauma në fëmijëri janë munduar shumë të më ulin poshtë, jo po për shembull për pamjes. në lidhje me ngjyrën tënde të lëkurës. Po, duket një person kur është Dëgjoj falso. fjalë dhe përpakrave? Sigurisht. Fjala e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Butrin Timeri. Alban Skënderaja për Flori Mumajesi. Jo, Flori. Merr në telefon tani Fifin dhe thuaj që duat të më bësh një tekst falas. Po vi po ta thej krytën. Janë çifte të cilat kanë qenë bashkë por nuk e pranuan kur. Po veshaj, u zhduk. Për faqet ze, që dojnë nusa zhulla skuriq. Për faqet ze, që dojnë nusa zhulla skuriq. Se çdo të premte fiks në orën 8 në andale what the fuck you pray Të lutem, Thashe jo. theme ti gjen aty Gjen dhe këtë misin me dy sy O zot Fatos, të lutem mos këndo më kur. Bëje këtë nder për veshët e mi. Unë nuk jam këngëtar, jam tekst shkrues. Që kur ke filluar je kështu tekst shkrues këngëtar kompozitor. Kam marrë disa oferta dhe thash pse jo. Se jo të tregosh talent. Fatos i tha si të bëhem unë i pastur. Tha po i futem këtij biznesi synet liçe, dasma fejes. Do presi Fatosi, do presi vetëm montazh, por do Ju presi. lutem mos të dalim nga tema sepse cila është tema sot, janë çifte të cilat kanë qenë bashkë por nuk e pranuan kurrë. Po. Nuk e kanë konfirmuar kur që kanë qenë në një lidhje, por Por zërat kanë qenë gjithmonë aty për ata. Shiko, ne jemi shumë të hapur me publikun dhe ne këto gjëra nuk i shpikim, po i kemi lexuar në për portale dhe është e shkruar e zeza mbi të Mbi të bar. bar, Mbi të po, buar. Mbi të buar. Është shkruar. Dhe- Ne nuk e vëmë dot dorën Po. zjarr që sa të vërteta janë këto lajme, po ne thjesht i kemi Po. parë dhe i kemi marrë. Dhe tha, çifti, po. Se mos bëjmë E thashë vërtet, thema. miska. Dhe çifti i parë që flitet që kanë qenë bashk është Flori Mumajesi dhe moderatorja Liberta Spahiu. Në fakt në një artikull të Balkan Web në 2020 thuhet që çifti ka pasur një lidhje të gjatë mes tyre, e cila ka nisur me një unaz, më pas është aluduar për një ndarje, mirë po ka arritur deri në propozim këngësh romantike, kur ka qenë Flori në një koncert e ka parë Libertën dhe kanë thënë jam me fat që të kam pranë duke e bërë moderatoren të emocionohej në prani të miqve. Un kam dëgjuar edhe që Flori një periudhë kam përshtypjen filloi të u zhvendos nga Tirana Edhe kjo dhe jetonte flitet. në Ah, Prishtinë. po, Prishtinë, Nuk e po. di se sa e vërtet është, po mund të ketë qenë Nuk e Liberta di, një nga unë arsyet. për këta të dy kam pasur gjithmonë pikpyetje, nuk më duk, nuk besoj se kanë qenë çift, ja. Por janë fotografuar bashkë për në për Po, mirë, evente, mund në t'jenë për kolegë. ditëlindjen e saj. Dhe është parë dhe një ftohtësi e Libertës ndaj Elvanës, ndoshta për një xhelozi? Kjo nuk dihet. A si është përgjigjur Elvana? Partner, 60 pyetje nga prive. Prandaj është mërzitur. Ka pasur gjithmonë thashë theme, ndërkohë edhe një çift që prezumohet që ka qenë bashkë është edhe Luana Vjollca dhe Krenar Cocaj. Më thënë shumë njerëz shprehin që din të sigurt që këta të dy kanë qenë së bashku, këta dy personazhe, por nuk ka qenë asnjëherë asnjë gjë e konfirmuar nga ata të dy. Pra normalisht ka pasur shumë ngacmime, portale, por ka qenë gjithmonë në kuadër të thashë themeve. Thuaj që lidhja e tyre ka qenë shumë e gjatë. Dhe derisa dhe serioze absolutisht, pra ka arritur edhe në fejes, nuk e di diçka e tillë, derisa u përfolën që edhe për një ndarje. Nuk e di, ndarje. pat Po- për shembull këto postimet e Luanës kur Krenari u aludua që ishte në pushime me Ibiza me partneren e tij të re, Po. Endi Demnerin, edhe më pas shkoi dhe Luana në Ibiza dhe ishte Kështu disa gjasme story. për ta bërë xhelos, po Po. Luanës unë jap dorën sepse ka arritur ta mbaj shumë mirë private jetën e saj dhe nuk ka Bravo, bërë po. skandale, mund të kenë ngacmuar tek tuk portalet me lulet me gjërat, por jo që ta si bëj janë një gjë të publike. madhe, po. Ndërkohë një çift tjetër i cili flitej që kanë qenë bashkë është Kiara dhe Butrinti, që tek ajo puthja që Kiara i bëri në faqe Butrintit tek Selekti. Sa të vegjël deri kanë qenë. e deri te klipi që ajo ishte pjesë e Butrintit klipit nuk i të kishte Butrintit. dal as mjekra atëherë. Po, Ishte këtu i njomi Shumë. voçkel. Dhe të dy janë përfolur shumë. Fansat e Butrintit janë të bindur që ato kanë qenë bashkë. Kiara hyri në Aludimi Big më i madh Brother. ka qenë kur hyri në Big. Po, kur hyri në Kiara. Big. Sepse Butrinti Ai e postoi dhe një mbështeti, foto, postoi një po, foto me me kuror. kuror. Por dhe në intervista të fundi, më kujtohet një intervistë që ajo ka bërë te Rudina bashkë me nënën,
E nën kuptuan pak a shumë që kishte qenë në lidhje, Po. sepse nëna tha, nuk ishte lidhje serioze dhe ju kthy Kiara. Si më nuk ishte lidhje serioze? Si mi grus ishte lidhje serioze. Nëna me Ç'është sa kjo? duket ka qenë fan se e Butrindit, ka qenë e Luizit, kështu që. E dinte nona që atëherë. Një lidhje tjetër serioze që përflitet në showbiz, po që kur nuk u konfirmua, është lidhja që mund të ketë pasur Era Istrefi me menaxherin e saj Faton Shoshi. Po, dhe thuhet që u ndan kur Era nënshkroi kontratën me Sony Music dhe Po, shkoi atë në pas Amerikë. këngës Bom Bom, do me thënë që u bë super virale dhe ajo nënshkroi kontratën dhe u largua, aty përflitet që mund të Gjithçka qenë ndryshoi ndarja. kur Ledri Vula u fut te Faton Shoshi. Ore, Faton Shoshi është përfolur disa herë, se është përfolur dhe për një lidhje me Dafina Zeqiri. Fatoni me Dafinën? Po, është Ndoshta në përfolur. Vite early përpara. 2000? Vite përpara është përfolur Fatoni. Fatoni është show, i pëlqejnë Ah, vajzat e Fatoni. showbizit. Një kapele e zezë, Ka më faj vonë. se janë të bukura, janë yja. Absolutisht, por me qenë se jemi tek Fatoni dhe unë e përmenda pak Ledrin, kam bërë dhe një rubrikë të plot për ata të dy të detektivët, është Ledri me Gjensila. E vërtet. Nuk e di a ka ngelur më. Unë realisht mendoj që xha janë një çift, thjesht duan të mbajnë çik të suspancën. Unë nuk mendoj që janë. Unë mendoj që janë çift absolutisht. Unë mendoj që Kur ka uruar ndonjëherë, më- Fatoni është një skenarist dhe super menaxher i mirë Po, dhe dhe unë ka këtë bërë mendoj. këtë Po histori pra, për mënyra të se si shitur. shpreh Gjensila për Ledrin në aq pak njohje që mund të kemi, duke qenë se ajo vajte tek pjesë, u bë dhe pjesë e labelit të Fatonit. E vërtet, Nuk e di, po. mendoj që ka, por më pëlqejnë absolutisht. Shikore, më pëlqejnë si me çift. që jemi te marrëdhëniet, unë këtë javë kam dalë nëpër Tiranë dhe kam gjetur nusen ideale për djemt shqiptar nga gocat e showbiz. Po këmore. Tunën, Gjensilën, do me thënë disa vajza të showbizit i mora me foto dhe i pyeta shqiptarët kush është nusja ideale për shtëpi, kush do e tërholte byreku. Tërhollë. Tërhollë se kisha Tërhollë. Shohim kush e ka tërhollur. Kam dalur për të gjetur nusen ideale nga showbizi shqiptar. Kam këtu Tunën. Si do ishte si nuse, shtëpia Tuna? Ha? Jo, të shi, Si do duket ty? pa, unë jam moshë vjetër kështu. Për çunin. Nuk në duhet, nuk në duhet. Gjensila Myrtezaj. Nuk i përsi. Jo? Për familje. Megi Pojani. Kjo mund t'jetë nuse për shtëpi për shembull, plaj, fshit, gatuj, çplaj. Kjo, Ha? po, Shive i herë? po. Kjo po, ha? Megi po. Fjolla Morina. Shive këtë? Si do duket kjo? Shumë e mirë, shumë e mirë. Edhe fjolla do lante, do fshinte, byrekun mendon petet e byrekut do t'i Ne? hapte? Kjo, ja, është nuk përse, nuk. Jo? Edhe Jo, po. Efi Dhedhes. Shive po këtë? Nuk Shive ban, mirë. nuk ban, për Jo, shpia. tani vetëm Megi Pojani bën. Vetëm kjo ishte e mirë, ë? Po, Për nusen e çunit mirë. diska. Faleminderit. Ditë të mbar. Ja, pas. Un kam dalë se dua të gjej nusen ideale për çunin tat. Po, Nga gozat e showbizit kemi këtu Tunën. Si do duket Tuna për nuse shtëpie? Shive i herë? vallaj, me thënë të drejtën, unë këto, vallaj, me thënë drejtën nuk i fut të shtëpi. Për shembull, ja, banjon do mundej ta lante Tuna me këto thonjtë e gjatë? Jo, më që tha, Ë? ku bëj punë ta? Shive po Gjensila Myrtezaj, shive. A, Gjensila jo, Myrtezaj. jo. As Gjensila? Jo, një grotë këthesh, po. Mirë. Megi Pojani. Jo, asja. As Megi? E bëj pas ke kërkesat shumë të larta ti mo. Jo, ndo këthesh fare. Tjetë me i pusan gjatë, jo pusan kështë gjithë. Jo të shkurtër, ë? Jo. Shive fjolla Morinën një herë? E shop. Po kjo? Jo. As kjo? Jo. Mirë, e fundit, shansi jot i fundit. Efi Dhedhes. Jo. As Efi? Jo. Po si e do nusen e çunit ti? Unë nusën e cunit e desha, tamam, se ajo Egja Tako. Egli Tako. Është nusja ideale për çunin tat. Me mira. Jam i kënaqur me atë. Do me thënë që ta doj. E thes, ta doj, ta ku mbajnë këto shkojnë disë, më të shëgjë. Nga vipat, shikoj një herë, shikoj, për djalin për shembull. E zot, Tuna, si do duket Tuna? shiq e nane. Jo? Gjallë. Gjensila, shive herë Gjensilën?
Po pse po? E Megin, shive Megin. As Megi. Fjolla Morinën? Jo. Efi Dhedes. Dhe do ju tregoj disa foto nga personazhet e njohura. Tuna për shembull. Si do ishte nuse për shtëpi? I bret. I bret? Po. Pse? Për faqe të zezë, që dojë nusa shumë laskuriq? Për tjerët apo për A shtëpi? do i tërholte tuna petet e byrekut për shembull? A si qik me? Fare. A si qik? Gjensila Myrtezaj. Po, i bret. Edhe kjo. I bret. Okej. I bret. Megi Pojani. Po. Jo? As Megi? Ai pas ke një kërkesat e larta jo. Po, normal. Fjolla Ja, Morina. mund të them që ti mund t'jesh një nuse ideale. E vërtet. Po. Nga veshja. Po dhe nga veshja, dhe nga paraqitja, dhe... Jo, po, jo. Po Efi? Kush është kjo? Efi Dhedes. Efi Dhedes. Çka? Çka? Kjo është çik më Mund ndryshe. t'ishte nuse kjo? Mund t'ishte. Tani cilat janë kriteret tuaja për nusen? Kriteret e mia për nuset. E para njëherë që të duan çunat që kemi, që është kryesorja. Okej. Ashtu, të rrisin fëmijë të mirë dhe të shëndetshëm, të kenë mendjen për familje. Dhe mos ta kenë mendjen për kafen era, që ajpe në për pubet e bllokut. Nëse nusja do e trastonte djalin për shembull, ju do e falnit? Atë Si prind çifti. unë s'kam punë fare, atë e di çuni. Ju si vjera si jeni? Neve jemi shumë të mira. Nuk ndërhyni. Absolutisht. Tuna si të duket për nusen e djalit për shembull? Unë s'kam djalë, kam vajza. Jo, okej, po nëse do kishe djalë, si do ishte Tuna si nuse? Bën as bën? Jo, s'kam pare. Gjensila Myrtezaj, bën apo s'bën për nuse? As kjo. As kjo? Megi Pojani për shembull, do e tërholte petën e byrekut? Si do duket? Shikoje një herë? Shë? Është që ke gjveshur? E zhveshur. Po Fjolla Morina pastaj? Edhe kjo pasho. Shife dhe në fytyrë? Pa ftyrë, pa, më nërëshesh në ftyrë. E mirë në fytyrë Fjolla, bën, no? Pa. E fundit është Efi Dhedes. Shife i herë Efin. Dhe kjo e gjveshur fare, Tani- kështo, gjinam se je vajzat bukre të reja, Po tani s'ke që bën, është në modë edhe kjo që tregon. Ne jena me mentalitet tjetër. Po ti thua që Po kur jam- zhvishesh nuk je nuse për shtëpi? Po, ja, unë jam nga Tirana dhe nuk i pranojmë të gjëra fare. Tuna, si do ishte si nuse për shtëpi? Do e pranoje ti si nuse shtëpie? Si mbas kohës, po. Po, Tuna po. Gjensila Myrtezaj? Po. Okej. Megi Pojani? Shive dhe Megin? Po. Po dhe Megin. S'ka në një. Fjolla Morina? Tani kanë tepruar pak, po. E kanë tepruar me çfarë? Me veshjen, me çfarë? Me veshjen. Pra po thua janë pak të ekspozuara. Po. Po Efi Dhedes? E fundit. Po, si ato që thash janë. Do me thënë po Janë të të gjitha. ekspozuara. E diti Po janë të që... ekspozuara. E diti që je njeriu i parë në të gjitha intervistat që kam bërë që the po, për kohën po. Çfarë të bën ty të mendosh që po? Po, asgjë, ç'm bën. Do me thënë nuk ka Femrat gjë që femra të nuk- ekspozohet, jo. thua ti. Nuk ka Po. problem. Po jo, po se ekspozimi do ta heqin. Tuna, si do të dukej si nuse shtëpia? Shikoje? Po mirë, këta çuna që do nuse për shtëpi, kanë shtëpi? Po të pjesë ty, Se di, mund të kenë, mund mos kenë, mund të shkojnë dhe të prindrit. Ja, nuk. Ti si prind për shembull do e pranoje nusen kështu? Ku ka nuse ka jetë e saj, unë kam jetën time, në shtëpi time jo. Jo në Me shtëpinë djalin tënde. në shtëpi më vetën e tij kur doj, nuk e ka problem. Pra nuk e ke problem Tunën. Gjensilen? Gjensile e ka dhënë provat, jetë vajza mirë. Tuna për shembull, si do ishte si nuse? Shtëpie. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Gjensila. Super e mirë. Super e mirë, ë? Megi Pojani. E mirë. E mirë shumë. Fjolla Morina. Shumë e mirë. Akoma më e mirë. Dhe Efi Dhedes. Kostian, tani ka ardhur momenti që ti të mos shohësh më, sepse Kam duhet hequr syzet me dojë është. duhet t'i lidhesh me këtë triko e cila është anti-proof. Antiproof. Nuk mund të shikosh. Mbani ra djath. Duhet ta lidhesh dhe duhet të gjesh 5 pije të ndryshme të lajthizës. Okej, hajde. Uroj që t'i gjej se nuk dua të fëllishem se i pi për ditë, kështu që. Jepi, pija e parë është kjo. Ku E ke është? këtu?
E ke në gojë. Për balë teje. Ha, more se është e thjesht kjo. Premium Cola Balejthiza. Bravo, Okej. këtë e kemi. 1 pikë për Kostianin. Pia numero 2. Ha, more, Ku është? mbol kërceve, gjepijen. Sa i shko ka ky shalli. Shumë. Shalli thënë që sa është bluza. Cila pije e Hajde lektizës është kjo? Kostian. O, jo, Orange-ate, është pija ime preferuar, po. Orange-ate. Orange-ate. Bravo, Balejthiza, bravo. s'po dija pijen time të preferuar. Haj, Jemi ku jemi? këto. Kujdes mos e fut në hund. Asa është e thjesht kjo. Okej, pritë më erdhi. Po gjetë cila? Më erdhi, thot. Është Premium Oxy, po prit. Cila ngjyrë? Është Oxy portokalli. Po, sepse Oxy lila është me frut pasioni, po. I'm so good at this. Okej. Ha, Kemi pijen e 4 këtu. ku jemi? Wow. Roze? Bravo. Rose, baj lajthiza. Premium Rose Kostian, Balejthiza, po më po. habit. Çfarë Më bëket ky i ti pi me gjithë këto ditën, pi pije? gjithë Zemra, ditën. i pi gjithë ditën, po Orange-ate is like... Dhe e fundit Ku jemi? këtu. O. Lemonade. Bravo! Dhe Ca Kostian ty. Njishje. ka gjetur 5 pije nga 5. Dhe pasi e kemi dehur me lajthizën, do e çojmë tani se ka detektivët për të bërë. Cila është tema e javës? Prisëm ka nikur lend. Sa të vinë lendet e Ka nikur ndjekim. lendet. Kam investiguar se ku është zhdukur Romeo Veshaj. Kështu që le ta ndjekim. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Në qytetin e Tiranës, diçka nuk po shkon. Dikur, a ishte një nga figurat më në zë, medalje të shumta në intervista, klipe muzikore, seriale, filma dhe gjithandej. Unë personalisht, ai Dashtino, jam investuar të hedh më shumë dritë në këtë. Ai është shtetasi Romeo Veshaj, 30 vjeçari nga Vlora. Her pas here, në Instagram, e mbulon i vllai vet me ndonjë postim sa për të thënë që i kemi një nga binjakët. Romeo ka kohë që është zhdukur nga ekrani. Dikur, a ishte në qendër të vëmendjes edhe për lidhjen e tij me Heidi Baci, por edhe për të qarat që ai bënte si një djalë i ndjeshëm. Por gjithçka ndryshoi kur Romeo Veshaj sulmoi. Ai u hodh në treg me një serial së bashku me artisten dhe këngëtaren Elvana Gjata. Pas suksesit me enët e kuzhinës, kaploi heshtja. Romeo Veshaj u zhduk. Postimi i fundit ishte në 26 janar 2025, në një postim ku ai tregohej falenderues për eksperiencat e tij. Ndërkohë, ne menduam se mos Instagrami i kishte bërë logout Romeos dhe ai kishte harruar passwordin. Por jo, ekspertët e mi dhe unë i zum pritë Romeos për të parë se çfarë bënte. Ai është parë së fundmi në ambiente të mbyllura, me shumë hekura dhe me drita fluoreshente. Këto ambiente quhen ndryshe palestër. Ai ka postuar në Instastoryn e tij këtë foto nga palestra, ku dukshëm është me një kanatiere të zezë dhe fytyra mbetet e pazbuluar. Gjithashtu, ai na tregoi që ka edhe një kanatiere të bardhë në momentin kur postoi këtë foto, një kanatiere e cila mund të jetë e larë në 90 gradë. Por, ajo çfarë vjet re, është që ai del në foto duke shtrënguar muskujt, gjë që tregon dominancën. Por kujt ja tregon dominancën Romeo Veshaj? A janë këto kode të fshehura që ai po jep? Ndërkohë, në studion përballë të Donald Veshaj po kullon art. Artisti shpeshherë ndan me ndjekësit e tij foto nga punime të ndryshme, por ajo çfarë tërheq më shumë vëmendjen janë pëlqimet dhe komentet që Romeo Veshaj bën. Le të lexojmë disa prej tyre. Në një postim, Romeo Veshaj shprehet: "Artisti im i preferuar", shoqëruar kjo me një zemër të kuqe. Në një foto tjetër, tekstualisht ai shprehet: "Këtë herë po të shkruaj nga adresa ime, jo nga ajo falso. Je i rrallë."
Pra me sa duket, Romeo Veshaj është aktiv në Instagram, por me sa duket është me njerëzit e tij që do më së shumti. Çfarë fsheh Romeo Veshaj? Dhe me qënë se u vetë deklarua që e kishte një akaunt falso, natyrisht na lind pyetja. A e ka zbuluar Vallë Ronaldo Sharka këtë akaunt, apo jo? Përse e mban Romeo Veshaj një akaunt falso? Mos vallë a i ndjek persona që nuk duhet të ndjeki, dhe specifikisht persona me inicialet HB, dhe gjitha kjo mbetet në kuadër të pikpyetjeve. Por, do të kalojmë një pistë tjetër. Në një video që ka bërë xhiron e rrjetit, Romeo Veshaj shfaqet në një tavolinë të rrumbullakët arturiane, së bashku me kalorësit e tij Wakanda Forever. Dhe në këtë video, ai shfaqet duke kënduar lapçe. Me sa duket, Romeo Veshaj duket që po i shijon momentet e tij jashtë kamerës, edhe pse me ne ndan fare pak detaje. Unë personalisht vendosa t'i shkruaja Romeo Veshaj, por deri tani nuk kam asnjë përgjigje. Me sa duket, Romeo Veshaj po i shijon këto kohë në qetësi. Romeo, kudo që të jesh, ti do jesh në zemrat tona. Ky ishte edhe detektivët për këtë javë. Shihemi javën tjetër me një mister edhe më të errët. Ja pra kur rikëthujem në studio, tani gati për intervistën me VIP-in e kësaj jave. Apo jo, guys? Jemi në atë moment që unë do shpalos gjithë talentin tim në këndim. Sepse ti ke deklaruar që edhe fanse. Pa. Po ti Kozdian, ke zë në këndim? Sa po më tha që unë kam dhe unë kaq doja, sepse nuk ma tha do kush do, por ma tha Gjeti! Mirë Shumë faleminderit që më ftuat sot. Edhe vërtet jam shumë i gëzuar, nuk e keni iden, sidomos vllai im që më shef tani. Vllai jo të shef, sepse i afër Fatosit, apo le ta themi, sepse Gjeti na tha që vllai i tij është ndjekës i Fatosit. Do me këtë rast përshëndet gjithë fatosatorsat. Jo fatosatorsat, fatosatamsat. Fatosatamsat, duhet ta ndrosh. E Gjeti si e? Si ka shkuar kjo periudhë? Mirë të themi, sidomos tani që edhe kënga ka dal, jam vërtet shumë i kënaqur sepse edhe kënga po ecë vërtet mirë. Prisja më pak, por që ja që surprizohesh në një jetë. Kënga quhet Egoist. A është një këngë personale për jetën tënde, a jeti egoist në një marrëdhënie? Atëre, kjo këngë është historia ime, dhe normalisht në këtë marrëdhënie un kam qenë egoisti. Që do të thotë ja ke thyer ti zemrën e saj apo ta ka thyer ajo? Unë ja kam thyer zemrën, por në një marrëdhënie ke menduar vetëm për vete? Kam menduar vetëm për vete dhe ke porositur ushqim dhe asaj si ke porositur? Jo, kështu nuk ja kam. Mund të jetë e kundërta se Gjeti tha që jam në dietë, nuk haj, nuk bëj. Kur ajo ka pas ftohtë ti nuk ja ke dhënë xhaketën? E kam marrë për vete se unë jam anemik për vete. Kaq ishte pra, ja kush dhe kënga. Kënga e radhës, kënga magjike, anemik. Por Ali, si erdhi në jetë kjo këngë? Atëherë unë kam bashkëpunuar me Inis Nezirin dhe me Katie Mustën, të cilët ato të dy ma kanë kuptuar vërtet botën time dhe çfarë dua unë të përcjell tek populli. Dhe vërtet ka qenë një punim shumë, si ta thuash, i natyrshëm, ka ardhur shumë random. Pa menduar shumë, kupton? Kemi qenë gjatë gjithë kohës unë doja diçka dhe ato e vendosnin. Thonin për shembull, thoja unë më pëlqen kjo, ato e ndryshonin për më mirë. Për më mirë. Dhe kjo më pëlqente vërtet shumë, ishte një kimi shumë e bukur. Ajo vajza të shkruaj ti pas këngës, e ka kuptuar, besoj që është bërë për të kënga? Ajo i ka çuar telegram, ose me mos bëni më batuta, do të dëgjoj historinë. Jo, tani neve nuk flasim më kështu, flasim me plumba. Flisni kështu me mesazhe të koduara. Kemi shishe në det. Ajo shkon e pret në anën tjetër të kontinentit. Po, edhe mesazhi i fundit ishte me një pistolet. E kishte vënë një pistolet plumbit dhe i kishte thënë mos bofshik pikë në ajrit. Vërtet? Shumë e Unë jam shumë e mërzitur me ty Xhet, sepse mbaj mend që vjet në intervistën tonë të fundit ti the do bëj pak pushim.
Se mendova thash do të shëroj kordat vokale. Për dashurim bëre pushim ti more djalë, na lene pa materiale muzikore. Po tani një pushim i vogël duhej, për mendimin tim duhej. Jo, po tani ti di çfarë marr leje. Jo, a di çka Po kisha. shumë gabim. Më ishte rritur ai vetbesimin dhe thoja, do bëjmë si Florë Majesi. Dua që të flasim për filmin Po tim. me Po kush jam unë para Florit, më fal. Me qenë se jemi këtu, sa e vështirë është të jesh artist i ri në Shqipëri? Atëherë unë vërtet ka qenë një rrugtim shumë i vështirë për mua, sepse në fillim kam qenë në The Voice of Albania, që në moshën 16 vjeç. Vërtet, këtë nuk e di, a kalove audicionet në The Voice? Kam kaluar deri në knockout. Deri në knockout. Në knockout. Po. Aty për tokë të shtëri. Aty më përzun me shelma, dilja. Po do të kesh qenë shumë i vogël atëherë. Kam apo qenë jo? 16 vjeç, 16 pra. prandaj dhe unë u eliminova sepse të gjithë kanë qenë 18 vjeç e sipër dhe unë kam qenë më i vogël nga të gjithë konkurrentët. Pra nuk ishte të bënte me zërin, ishte vetëm çështja e Për mendimin moshës. tim, Po tani, ndoshta ka qenë vetëm tani mosha. që ti ke debutuar tashmë në muzikë, ke këngë hit, si është? A të zjasin dorën artistët e mëdhenj apo Kam pas njerëz që më kanë kërkuar, po thjesht unë për momentin dua thjesht të sjell materialet e mia, dua të sjell xhetin. pra që publiku të njohë një Pikërisht. artist, se sa Jo si sa një bashkëpunim me një artist të madh. Tani ti Gjet more pjesë në festivalin e fund vitit që aty kush fiton shkon në Eurovision. Si ishte atmosfera aty? A kanë gjithë atë që do iki unë do shkoj në Eurovision o s'ka? Tani atë nuk e di, por që Konkurenca, ti si e ndjeve? konkurenca ka qenë e fortë vitin e kaluar, por nuk është se ka qenë ai vibe i keq, që të gjithë e donim njëri tjetrin. Sado që sado që të gjithë donim të shkonim në Eurovision, por vetëm një e fitonte. U mërzite që nuk shkove dot? Nuk e fitove dhe më pas që të shkoj në Eurovision? Jo, unë u mërzita që kur këndova live, se në live sikur më fal për shpresën se kam as për edukat, po e dhjeva. I mbaj mend disa komente. çfarë I do mbaj me mend ty? disa komente që thoni nuk është mirë vokalisht, çfarë ndodhi? Po se edhe si këngë, ajo ka qenë vërtet një këngë shumë e bukur dhe prap një histori e imja dhe ndjeja vërtet shumë, por live nuk e nxora dot. Ka qenë edhe problemi i veshjes, sepse kam pasur disa perla këtu në gryk që nuk më lënin të hapja Të gojën. hapje gojë. Tani ti je pa perla. Tani jam pa perla, shqyr. I ke mundësi, nuk je live edhe nëse gabon do ma këndosh pak. Është këngë Tani? ime preferuar. E ke të hapur. E ke fytin e lirë. Kështu që tërbo themi me nga në tona. Heshtje. Vetëm pak. Si jeni si kaluat. Se mos ja bën ujë grr kur këndon pas. Edhe unë kështu e bëj gjithmonë sa herë që këndoj. Ama shenjë nga largja ku jam, a e shes si pa të ja dal, unë jam gjallë. Ama shenjë nga largja ku jam, ama shes si pa të ja dal, unë jam gjallë, ajër mar. Bravo, them le ta mbyllim. Po nuk e di tha, ndoshta mund ta bëj kam emocion. Edhe ja kush për Ja, këtë. që njerëzit ta dinë, ky është një artist më i mirë me këndimin live më fantastik realisht. A më leje tash i bof Do shqiptare. me le, na bombardoj me A vez në mëngjes që të ruar zërin? Jo, e kam alergji. Ka alergji me zot. E ka dëgjuar nga unë se mami im për gjatë gjithë fëmijërisë time më jepte vezë Ah, me preteksti që unë Mami sa ka shpik vezën. E kupton ti? Mami se pas ka bërë një gabim shumë të madh. këndoja opera dhe vetmja gjë që bëj tani është që t'i bërtas tyre të Ju dy. lutem mos i jepni fëmijëve vezë. Që të vegjër se Mos bëni të njëjtin gabim. Gabim. O, dëgjoj, unë po të dëgjoj me vëmendje kur ti po flisje pak më parë për pjesën e Florë Mumajesit, Po. që the kush jam unë përpara Florit. Tani ti vërtet ai është artist shumë i madh, por kjo nuk të bën ty më pak të mirë. Mos ka të bëjë kjo me pjesën e vetbesimit tënd. vetbesimin tim, siç kam edhe dashurinë, jam grop. Nga mendon që ka ardhur ky Vetbesimi i ulët. Ndoshta kur kam qenë në shkollë fillore apo gjimnaz, nuk është se kam qenë ai tipi, si ta them, kam qenë shumë i mbyllur. Nuk e qenë ai S'ke qenë popular. aktiv, i hedhur. Sado që në shkollë fillore, në klasë të 8, fillova mora një farë populariteti në shkollë, po. sepse filluan më thonin këndo këtu, këndo atje, etj. Dhe gjithsesi ka qenë ajo
bullizimi për shembull që Këtë do thë, pra ti ke pasur trauma në fëmijëri të cilat tashmë i mbart me vete. pikërisht. Po si ka qenë ajo periudhë për ty? Pra ti si fëmijë si e ke përjetuar këtë fazë? Un jam në horoskop jam Luan. Nuk është se marr vesh shumë, por që kam dëgjuar që jemi shumë emocional. Do shta dhe gaboj, Disi. Unë jam Luan, po jam si kotele. Jemi pak egoist dhe do të jemi pak egoist. Vëmendjen rreth jush, po kjo s'ju bën më pak emocional. Sa bukur, nuk ka odhi kunj, po odhi shigjet. Në kohë të lirë është kolegi Merishel. Shojnë horoskopin bashkë. Po, më falë si ishte pyetja se ngeli shigjeta në mendje. Do më thënë si e ke përjetuar ti si fëmijë këtë periudhë sepse e shoh që e ke të mbartur. Se ajo është dhe psikologe për mbi të gjitha. Edhe para që ti e ke të mbartur. Fati, fallxore, çfarë të duash, unë jam këtu për ty. Kolege, si kaluat, si jeni mirë. Për të shakave Xhet, se ne na ndjekin shumë të rinj. Dhe bullizmi tani është bërë një temë shumë e përhapur, kudo në Shqipëri, ndoshta ka qenë edhe më përpara, por tashmë mediat e kanë hiperbolizuar më shumë dhe e kanë vënë më në dukje. Çfarë ka ndodhur me ty në atë kohë që ti mund na ndash me ne që t'i japësh dhe një mesazh për gjithë fansat e tu? Po, njerëzit janë munduar shumë për shumë shoqëria ime. Janë munduar shumë të më ulin poshtë, jo po për shembull prej zërit apo prej pamjes, ngjyra etj. Çfarë komentesh bënin për shembull? Hey, ti djali. Je shumë i bardhë, më thonë. Domethënë komente në lidhje me ngjyrën tënde të lëkurës. Po. Që me thënë të drejtën, jemi gjithë njerëz në fund ditës, Pikërisht. Çfarë mendon që ka ndikuar te ata që bënin këto komente? Familja e tyre? Po normalisht është në fakt në disa raste është familja dhe në disa raste është edhe shoqëria. Po nuk është se i vojvaj familje, sepse familja mundohet shumë të rrisi fëmijën e vet në mënyrë perfekte, mundohen të japin një edukat, një respekt ndaj njerëzve, por fëmia kur jemi fëmijë nuk dim kë zgjedhim për shoqëri. Kupton? Edhe mendojmë se ai tjetri ka një popularitet sepse është gangster. Edhe shkojnë bëjnë shoqëri bëjnë grup me atë personin që është gangsteri i shkollës. Ti isha ai luftëtari që ja ktheja apo i vuaje për brenda? Jo, unë kam qenë gjithmonë ai që i haja veten për brenda. Nuk shpreshe as me familjen tënde, as me askënd? Nëse unë i thoja për shembull familjes që më kanë shar apo më kanë ofenduar etj, do ishte nëna ime ti sa e rruan. Se kemi as për edukat. Prindërit shqiptarë kanë pasur gjithmonë nga ato komplekse. Jo, nuk ka qenë nëna ime për shembull një herë i them në nëstime nëna më shavi ai, po i qi atletën me nënën se pret dorën tatë. Duart për çfarë i kem thoshin mua, po duart kaj për çfarë i kem. Po mëson, e ke ndjer Xhet, pra dhe gjatë rritjes tënde qoftë edhe në kompeticionet të cilat i ke marr pjesë të fundmi, e ke ndjer apo duket se është shuar? Është ndjer pak ajo gjëja. Domethënë sado që mund të silleshin mirë njerëzit, duket një person kur është fjalë e përpakave? Sigurisht. Pra vazhdonin komentet mbi ngjyrën e lëkurës edhe tani në kompeticionet X Factor dhe festivalin jo, në X Factor nuk është se është përmendur kjo pjesa e ngjyrës, por ka pas komente të tjera. Festivali fund vitit? Jo, në për kompeticione kështu apo festivali nuk është përmendur kjo pjesa e ngjyrës, po diçka tjetër. Çfarë për shembull? Po për shembull nuk është këngëtar i mirë, nuk është këngëtar etj, i live është shumë këdo, domethënë askush nuk është perfekt, edhe kjo na bën neve edhe më të bukur ato imperfeksione. Jo, a di çfarë mbi të gjitha jemi shqiptar. Okej, me këtë që tha i vuri vulën, le të lojmë. Nuk s'kam se zgjat. Meqense përmendëm X Factor, unë jam shumë kurioz sepse diva Vera Garbocka nga të gjithë për divën që është dhe ne jemi shumë kurioz si është të punosh nga afër me të. Pra, duhet të flasësh, duhet të dërgosh një email për t'i thënë mirëmëngjes? A ka Vera një majordom që ti dërgon që t'i thënë mirëmëngjes? Jo, as pak. Unë me Verën kam pas një marrëdhënie shumë të mirë dhe nuk e di, është parapër kjo gjëja që por nuk flitet dot me Verën etj. Unë vërtet jam ndier shumë rehat me Verën dhe kam mund të bëja një muhabet për çfarëdo lloj gjëje, për çfarëdo lloj teme dhe ndjesha shumë rehat sikur ta kisha për shembull shoqen time. Dhe kjo gjë është shumë e rrallë. Të ndodhi me pikërisht.
Po me Alketën, a fleta e vërtet aq shpejt? Dhe në jetën e përditshme. Flet vërtet shumë shpejt. A ka ndodhur ndonjëherë që të ka folë dhe se ke ditë ke thënë mund ta përsërisësh? Jo, un kam diçka që edhe nëse nuk e kuptoj, unë Ndërkohë ajo mund t'i ketë thënë xhetje skualifikuar. I ka thënë Alketa, më fal, i ka thënë Alketa mirëmëngjes, aty është dukur se ka uruar dhe një 7 ditë tjera. Mëngjes, drek, Ka darkë. qenë një moment që unë bie në showdown me Lunën në X Factor, edhe ishte kjo pjesa që Alketa thot, pra kush do të eliminohet? Xhet edhe unë. Apo Luna. Okej. Okej, që kam save. Pas përfundimit të X Factor, a ke pas ndonjë ofertë nga Vera ose produksioni i Klanit për të bërë diçka tjetër dhe nuk ndodhi? A qa është ky për sot? Se porushe nga shigjetat e mia, mbaj thikat e paposit tani. Jo, po se kështu kemi dëgjuar, jo për gjë. Çu thanë që Çfarë ka ndodhur pas Po, X Factor? jo, ka ndodhur një moment që më është dhënë fjala për një vend pune, sepse doja të jetoja në Tiranë. Po ndodhi që unë gabova diku dhe nuk u bë gjëja. okay. Gabove? Gabova diku. Si gabove, more? Me orarin. Me orarin? Si i përpikt? Po, Ka kur më marrë mësimin nga kur më atëherë. thënë njerëzit merr me Terezi, unë e marr me Terezi. Okay. Pa nuk ishen 100% Kjo do të fare. ketë qenë Vera, se Vera më thonë që është shumë Jo, strikte me nuk ishte orarin. Vera. Dhe më merri me qetësi, ë? Jo, nuk ishte Mos e Vera. fritoni. Xhet, tani do bëjmë një lojë, do të vendos përballë emra të artistëve dhe kolegëve të tu dhe ti do zgjedhësh mes tyre. Po. Për më mirë, për më bukur, i di ti, mund të japësh dhe argumenta nëse do, nëse jo, edhe mund të mos japësh. Dyshja e parë, Arilena apo Soni? Arlena është një këngëtare që mund të them që është bërë prej disa vitesh, por Soni Malaj ka një bagazh Karrierë më më gjatë. të Ka një gjatë. karrierë Kështu që ti zgjedh? Sonin. Okej. Fifi apo Marcela Çibukaj? Që të dyja këngëtarët i dua shumë. Po Fifi. Okej. Elvana Gjata apo Dafina Zeqiri? Dy divat të cilat kanë qenë gjithkohës në përballje me njëra tjetrën. Unë me Elvanën jam rritur, se më përpara më thonin e ke zërin si Elvana, nga që kam pas zërin shumë të papjekur, edhe e kisha zërin sikur Elvana. Tash më s'do thoshit ishte komshinj. Jo. Ku ta gjeja? Sot do kisha në i këngë. Jo, nuk mund të zgjedh dot. Dafinën e dua vërtet shumë edhe më pëlqen shumë si artiste, bën e din vërtet se çfarë don publiku. Gjithashtu edhe Elvana. Po sot, për shembull sot, nëse duhet zgjedhësh sot mes njërës. Sot është dita e fundit në këtë rrezull. Thjesht për sot, kush është e preferuara sot? Elvana. Okej. Alban Skënderaj apo Flori Mumajesi? Jo, Flori. Më fal, unë e dua vërtet shumë Albanin, po Flori Po pse? nuk e di. Mungon. Më mungon vërtet shumë se ai bën kur bën tekstet ai bën tekstet si të jenë fjalë shpirti. I buron shumë natyrshëm Ka dhe shumë emocion si artist. është shumë edhe e përcjell këtë shumë. në publik. Dhe dyshja e fundit ku ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm, sepse e di vetë pse. Okej. Ardi Xhebrea apo Vera Grabocka? Tashi. Jo, po dal fare. Po iki. Jo, po iki. Jo, nuk mund t'i ndaj. Nuk mund t'i ndaj. Unë emrin e mora nga Vera Grabocka. Tani rrugtimi im po vazhdon me Ardit Xhebrea, nuk mund t'i ndaj dot. Po diçka ka ndodhur, pse po vazhdon rrugtimi me Arditin? Po se s'jam në talent show. Nuk ka Vera këngë Po të hapi magjike. Vera një jet show edhe të marrë jet. Okej, jet show patjetër, po. Po të hapte Vera Jet Show me Verën. Po mirë do të bëjmë më shumë në pozitë. Nuk do të vëri ai në pozit, por do të vëhu në pozit. Sepse tani do të kalojmë në një lojë e cila shoqërohet me një buzzer Ka këtë push. X-in që Ka ndoshta këtë të X-in. të jep sa deja vu ky X-i. Okej. Atëherë, loja funksionon kështu, unë do të bëj disa pyetje të cilat janë rrufe. Dhe përpara se të përgjigjesh, po, përpara Do se shtypësh bazë. duhet të shtypësh bazerin dhe pastaj të përgjigjesh. Pra, nëse unë them si është emri jot, shtyp bazerin, përgjigjesh. Okej? Je gati? Po. Fillojmë. Cila këngë të pëlqen më shumë, paranojak apo egoist? E di çka ke në mendje, por Gjallë. Okej. kur ka qenë hera e fundit që ke qarë? Në korrik. Fjala e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Butrin Timeri. Artisti mirë. Kush është artisti shqiptar që ndërron të bashkëpunosh?
Aurela Gaçe. Më thuaj 3 gjëra që bën sa zgjesh në mëngjes. Haj buk, laj dhëmbët syt, Okej. Më thuaj një gjë që nuk të pëlqen te Kalketa Vejsiu. flet shpejt. Arsyeja pse e ndar me eksin. Po mendoj shumë. E shtype. E shtype tani. Shkurt. Nuk i ka pëlqyer tipi im. Okej, çfarë bëre mbrëm në darkë para se të flije gjumë? Luajta e vërtet apo sfid? Ushqimi yt i preferuar. Makarona bolognese. Nga 1 në 10 sa këngëtari mirë live do e cilësoje veten, si këngëtar mirë live. 6. Sa pak. Shumë pak. Është shumë modest. Unë ty do të marr, do t'jap leksioneve besimi, se nuk bëhet ndryshe, Okej. si more 6. Kujton se mbaruam, por jo 1 milion. Paria. Ne tani xhet nuk kemi mbaruar sepse nga ai butoni kuq do bëhet e kuqe fytyra jote sepse mund të hash specin, sepse Ato topat që po mban në dorë janë të rrezikshëm. Cila ka qenë shumë më e madhe e parave që ke shpenzuar për krijimin e një këngë? shumën ose specin. Unë se më thuj lekët, se ose specja shumën. shumë djegës. Ke një specë dhe një shumë. 3.000. 3.000 euro. 3.000 euro. Okej. Halal, ta bëv zoti. Bashkë me videoklipin apo vetëm kënga? Bashkë me videoklip. Mirë. Nuk që ke i shtrenjë. Jo, nuk është. Nuk që e ishte. Ua, ta ishte të deklaratë shumë. Okej. Po mësuar nisi me 30.000 euro. E kemi llogaritare vajzën. Mirë, kalojmë tek pyetja tjetër. Okej, që ka 2 metra pyetje. Jemi dhe ne 2 metra për naj. I gjerë. Po 1 metër 1 qofte jam. Po vizja për veten. Rëndit këtë këngë fituese nga kënga magjike, nga më e mira tek më pak më e mira. Aurela Gaçe, Akoma jo. Flormu Majesi Plas, Alban Skëndera refuzoi. Rozana Radi ma thua e ti, Alban Ramos e thikat e mia. Hajde, shpejta, në vend 5, kush është? Vend 5. Pa vendi fundit. Se nuk i ngel qefi as kujt, është Gja e kanë fituar. Gja e kanë fix, gja e kanë fituar. Jo, Rozana Radi ma thua e ti. Vendi fundit okej, Rozana po. Radi. Vendi 4? Vendi 4, Alban Skëndera ja refuzoi. Okej, vendi 3? Aurela Gaçe, Akoma jo. Vendi 2 dhe i parë me kujt ka ngel tani? Okej, Alban Ramosa dhe Flormu Majesi. Unë besoj se e dim. Edhe unë e di. Alban Ramosa e thikat e mia vendi 2 dhe Flormu Majesi Majesi. Vendi parë. Ej, super. Gjet, me cilin nga këto këngë do doje të kisha marrë pjesë në këngë magjike ose në një kompeticion? Ose ta këndoje. Ose ta këndoje ti vetë, ishte kënga jote. Me këngën Plas. Florit? Florit. Hajde pra, ne jemi Juria na e këndo. Okej. S'kena me u pa mo bashk, nuk kena me u pa mo. Shpirti me ti po plas, nuk kena me u pa mo. S'kena me u pa mo bashk, nuk kena me u pa mo. Shpirti me ti po plas, nuk kemi me u pa mo. U plasa! Faleminderit shumë për interpretimin çuna, e di që ju pëlqeu Kalon te shumë. pyetja tjetër. Po qa, unë plasa dhe tani po plas më shumë. Prit. Qa janë këto pyetja, mam? Çaj keni këtë emisione për zot. Do ndaloj vllajin tim ta shohim më këtë emision. Do vëmë atë logon plus 18. Zbulo sot emrin e një artisti shqiptar i cili të ka refuzuar për bashkëpunimin ose ha specin. Po deri më sot nuk më ka refuzuar dikush. Po di për shkakun që keni bërë muhabet, po do bëjmë një gjë dhe nuk është kujtuar askush të bëj asgjë. Që nuk është realizuar. Jo, vërtet nuk kam qenë unë asnjëherë. Unë kam një tip që nuk kërkoj. Nuk propozon. Vërtet? Nuk propozoj. Nuk është se nuk dua. A nuk quhesh mendje madh në këtë rast? Jo. Për shembull si një artist i ri. Jo, jo. Për shembull të shkruaj ty Aurela Gaçe, duhet të shkruash ti Aurelës. Po, të kuptoj, po unë kam një tip që nuk, si të thuash, unë këto gjërat i quaj si të jem në borxh. Edhe nuk dua të hyj në atë Do t'i pozitë. ketë shborxha. Edhe kam dikush e bëra unë xheti. Po, pikërisht. Zoti Edhe ta kujtoj prandaj dhe dikush. unë kam vendosur të heci një herë vet. Shumë mirë Okej, bën. super. Po ta falim. Shoqërisë këtë. për shpëtova. Po ta falim, okay. Hajde fundi. Pyetja e fundit është pak Vetë shumë do e ecësh rrezikshme. edhe tek pyetja e fundit.
Të thash, nuk i ke stikat nga unë, i ke nga tjetër kush. Kjo se të vallëtohet. Ta bëj pak kështu si ASMR. Ata bëjnë. Fillaj. Surprise. Kjo nuk është pyetje për dënim. Oh no. Merr në telefon tani Fifin dhe thuaj që dua të më bësh një tekst falas për festivalin RTS-s. Opa. Call Telefono. Fifi right now. Fifi is calling. E dim që janë mbyllur Pikërisht. dorëzimet e Okej, këngës, thuaj po për një këngë tjetër. kam gjetur një mik aq të fortë, thuaj sa do ma pranoj. Po, dhe dua tekstin tënd, thuaj se dua ta fitoj, dua tikin në Eurovision këtë herë. Duhet ta di që jam në telefon. Jo pra, viva voce. Hajde se Fifi na ndjek. Hajde, we love Fifi. Fifi love you. I love you too, Fifi. Të presim Për këtu zotin. Fifi. Hajde. Hajde. Me viva voce dhe qetësi. Ej, shumë ky është audicioni jot për aktor. Hajde bre. Alo, Nanush, si e? Ua, gjëti. Si kalove? Mirë, si kalove, të kike. Mirë të themi. Qa bone ti, mirë? Mirë, mashallah. Bëhet shefi, dëgjoj tani, kam një pyetje. Do doja shumë që të më bëje një tekst të një këngë të ardhshme. A mund të bëhet? Po, së shpejti. Si? Po, me amën zotit po, për qaki, për na i kësho, për na i festival, apo për vetë? Për festival. Te kush festival dhe me mojë pjesë? Te KRTSH-ja. Të vite? Po. Pas e ndërzu këngët e? Jo, nuk janë dorëzuar, më duket se po janë dorëzuar këngët. Do ta futesh këngën kështu ti? Po. Bukur. Po, ma ta bëj. Po për pjesën e pazarit. Te është te kush të këngët e? Po nuk është se kam gjetur për momentin, por që nëse mund të më japësh edhe në një opsion të tillë etj. Tani më lër një sekond ta mendoj edhe do t'jap edhe opsione edhe për çfarë, se ti e din që kam i çik lart. Po. Jo i çik po ti e din. Të kuptoj, po e di. Do të mboksh të elegancë, po vi po ta fej kryt nai. E di. Kanoj. Tani më lër ta flasë çik çfarë çmime me bo edhe Në rregull. Më thuaj për çdo gjë. Jo, dëgjoj se ishte prank. Ishte prank. sa prank Jam me një Fifi, jemi nga Andale. E kisha sfit për ndryshe do haja spec djetë. Fifi, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe kërkoj shumë falje. Po vendosa shumë siklet. Po qa budolli, hajnë. Ciao. Mirupafshim Fifi. Të duam shumë faleminderit. Shumë më doni, ciao. 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 E Fifi, s'to fal Fifi, e pesa kam çmimit aty, ti që e kam shumë pak. Po Fifi ishte hapur për negocime. Kështu që Dëgja, a merret në këngë falas në këtë botën tuaj apo s'bëhet? Mua, për shumë mua, Fifi më ka ndihmuar shumë. Mua më ka bërë 2 këngë që i kam dhurat nga Fifi. Dhe më kam bërë në vitin 2019, kam bërë këngën e parë në Këngë Magjike, po ashtu edhe këngën Paranojak. Që janë dhurat për mua dhe unë falenderoj shumë Fifin. Fifi është Nanush, është. Jo, vërtet, mua si një artist mua më kanë ndihmuar vërtet shumë, edhe nuk jam shumë falendërues, nuk di si ta falenderoj më tepër. Ne të falenderojmë ty sot, njerëz, se kaluam shumë bukur në intervistë. Shumë faleminderit. Au kënaqë ti gjë? Unë jam kënaqur shumë, po gjatë gjithë kohës kam qenë kështu në... A ishim aq të këqij sa kishe i krijuar ide në kokën tënde? Jo, nuk ishte aq të këqij, por që tani për momentin jam ujë. Sa të rregullohet gjeti? Kush ka deodorant me vete se jam bërë? Pesha ka shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju. Shumë faleminderit. Nga magjike. Shumë faleminderit. Ndërkohë ne do shihemi të premten e ardhshme sepse gjithmonë. ne për çdo gjë Themi What the fuck? What the fuck? Ándale.